Në qytetin e Librashtit gjatë sezonit dimëror vjet re mungesa hoxhaqeve që tymosin, një tregues i ndryshimit të mënyrës së ngrohjes nga banorët. Sipas qytetarëve, rritja e ndjeshme e çmimit të druve të zjarrit i ka detyruar ata të gjejnë alternativa të tjera për ngrohje, duke orientuar kryesisht drejt përdorimit të kondicionerëve. Jo, duke më përshtirë në batani me kurse vështira. Ja, kur bim në dek lumi që e marrë në këto duhet. S'kam lek të marrë dru. Shkojnë pyllë, po. Më shkoj do të pa leje. S'pres do të dru. Me dru. Pjesë është me dru, pjesë është koncesionar. Po? Shpimi dru, në nërë fysherat. Me dru. Ne kemi 70.000. Shtrajt që të bëjmë, të rimë pas zjarë. Kondicioner, në vërdis. Druti është tajtë shumë. Plak, pensionist. Me tërkupi, 50.000, 60.000. Transportet gjitha. Sam pensionist. Më të prekurit nga kjo situatë janë pensionistët, të cilët e kanë gjithnjë më të vështirë të përballojnë shpenzimet e ngrohjes gjatë muajve të ftohtë.